tërmet në Shqipëri, shkundët Shqipëria, vëllezër e motra. Unë nuk desha të bëjnë tash një post tjetër, sepse kam një aty dhe duke çduket ai që dal ky. Por sa po lexova në një post të avokatit Arben Langozi, që kjo kurva e ballukëve, kjo rospia e ballukëve, kjo monster që është kryeministër në Shqipëri Balluku, ka pas, është e lidhme, është implikume ka dalë sot, sa informacione, me një transfer $6 milion në Zvicër, që lidhet, mendohet, me korupcionin e tunelit që është në hetim i Llogaras, çfarë është kjo? Vëllezër e motra. Nuk ka lajm më të tmerrshëm, më të pafalshëm, një krim njerëzor që bëhet nga zëvendës kryeministri e shtetit shqiptar, zëvendës kjo rospie, kjo kurv, kjo kabineti këti, njeriu të këtij dhemjes, këtij zgjibës Edi Ramës, zëvendës kryeministria e shtetit shqiptar. Jo vetëm hetohet vëllezër e motër për korupcionet që ka në vend, por ka një transfer $6 milion që lidhet me këto në Zvicër, të gjithë vjedhin. Të gjithë do të vjedhin. Kudo në botë vjedhin pushtetaret. Por ta vjedhin edhe të mbajnë të lekat në Shqipëri. Është gjysma e të keqes. Bohen në mënyrë kaq stisit ja them emrin të pasur, me paret e tona duke e vjedh fëmijëve, duke e vjedh pleqve, duke e vjedh pensionistëve që s'kan bukë të hanë. I japin, i shtojnë rrogën $20,000, se vjedhin milionat. Por të paktën t'i majnë në Shqipëri, të bëhet kjo klasë poshtër, kjo klasë të pasurish që të na shtyp më kom, po t'jenë shqiptarë, ato lek vëllezër e motra që dalin një dite nga këto maskarej, nga këta rospia, nga këto kurva, se kjo kurva që shkel edhe gjakun e gjyshës të gjyshës që ka pas veqirin kjo kurv, kjo rospia, ato pare që këto i nxjerrin jashtë, nuk kthehen më kurrë në Shqipëri. Janë pare që i kanë hikë Shqipërisë një herë për gjithmonë vëllezër e motra. As këto kurvat nuk do të shijojnë, se do plakan, ja, si plagë është ajo, gati si duket si puna ime. Mpill thonës dhe shkojnë. Por ato pare metën e përbot që ikin. Ndoshta ikin klysht e këtyre në përbot mëse më vonë, edhe i gëzojnë atje, por nuk vin kurrë në Shqipëri. Kjo më them. Vëllezër e motra. Shqipëria po tronditet. Shqipëria po shkundet. Gjykata kushtetuese dje, është akoma sot këtu, tregoi edhe një herë që ne kemi një president debil, një koqe, që e shkeli kushtetutën me dy kom, një dhemje, një rëmbëdhje, një krim halesh, që të ketë turp nga vetja, ky klysh kurve, me dekretin që shpalli zgjedhjet e reja, me ndërhyrjen kriminale të këtij të Edi Ramës, se futi hunet në pushtetin vendor, edhe kërkon të shkojnë në Evropë. Evropa kartët, si është ajo, të drejtëve të njeriut, jo, e ndërhyrjes në pushtetin vendor nga pushteti qendror është i pafalshëm në Evropën e Bashkuar. Ky zgjepe, ky klyshkurve, ky idiot, ky sharlatan Edi Rama, e shkeli kushtetutën me dy kom, kur futi hunet në mundin që se takon në pushtetin vendor. Këto të pushtetit vendor, vëllezër e motra, mund të jenë të gjithë hajdut, dhe jam i sigurt që janë. Mund të jenë të gjithë përfshin në korupcion dhe nonat i bëhet. Por shkilet kushtetuta, në qoftë se nga lart
urdhëron ai balozi i madh që të hiqen. Tash kush është e mira? E mira është se si çdo gjë e keqe vëllezër e motra ka edhe një të mirë. E keqja është se qeveria që do të nevet na gjoja bashkohet na fus në Evropë, po dërgon çdo ditë më shumë që nuk meriton as të jetë në vendet më të korruptuar të botës, që s'ka më vend më të korruptuar ndoshta në botë se Shqipëria, e jo të hynë në Evropë. Kryeministri shkel kushtetutën me dy kom, ministrat dhe deri zëvendës kryeministri, vetëm që vjedhin shqiptarët ditë natë, po edhe të pare që vjedhin krysh të kurvës i të shojnë në përbot. I shojnë në për bankët e Zvicrës, që si kanë të vetët në Shqipëri, po hikën një pështërnipët në përbot. Gjykata kushtetuese nga ana tjetër i tregon Bashkimit Evropian sot, ose dje, që Shqipëria po piqet, po bëhet çdo ditë më shumë e dinj për Bashkimin në Evropë, për arsye se kjo mund të jetë një gjë shumë pozitive, varet se me çfarë lenses, me çfarë prizmi, nga çfarë prizmi shef Evropa. Se ndarja jo vetëm e pushtetit vendor nga pushteti lokal, por ndarja e sistemit drejtësisë, e gjykatave nga shteti dhe deklarimi shpallje që nuk është në ndikimin e shtetit, që është një hap i madh për Bashkimin Evropian. Ashtu sikur se Bashkimi Evropian mund të shikojë që këto zgjidhjet e qeverisë nuk janë të denjë për Evropën, por ato duan të na fusin neve në Evropë sa më shpejt për interesat e tyre. Ato në të njëjtën kohë shohin që ky vendim i gjykatës kushtetuese që e la Erion Veliajn prap sekretar bashkie kundër ndërhyrjeve flagrante kriminale të këtij të zgjedhjes së Edi Ramës, e la në pushtet. Kjo nuk në dëmton neve në sy të Evropës. Kjo na bën neve më denj, edhe më me laf jemi pjek, duke gjetur fjalën, jemi po gati për Evropën, në qoftë se gjykatët shkëputën edhe i tregojnë kufinën këthano qeverisë, tregon që ne dal nga dal jemi plotësisht gati për të hyrë në Evropë. Edhe për të shpar këtë klyshe, po e keqja është që s'kemi klasë që të zëvendësoj një herë për një herë. Ka plot Partia Socialiste mrena vetes vet, ashtu sikur se ka plot Partia Demokratike, por ata që janë krye, ata që janë top, ata që hynë për parlamente me listat myllura, që u do shinona, të futesh me listë myllme, do thot që nuk e meriton, je një kriminal. Nuk duhet ketë kur parlamenti deputet që futen në parlament me listat myllme, që futen me laf nuk e qaj kokën, së më ruhat trapi nëse voton populli, thot Sali Berisha, unë i zjedh këto i du për vete aty. Sa kohë, prandaj, klasët politike në skemi, si të majtë, si të djathë, këto që janë kanë plot, edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike ka plot njerëz të mrekullueshëm, por këto që janë krye, sot, këto janë të denjë, të udhëheqin Shqipërinë. Por gjykata kushtetuese sot ka tregu që ne ndoshta po bëhemi gati me hyrje në Evropë. Ajo që është gjoja më e madhe, është se, vëllezër e motra, gjykata kushtetuese e rrëzoi dekretin e këtij debilit, e këtij vemjes, këtij begas, që miratoi urdhrin e Beri, atij të Nano, atij të Ramës, që të hiqet Erion Velia nga kryetar bashkie dhe të bëhen zgjedhjet e reja. Kur gjykata kushtetuese
e rëzoj këtë dekret dhe të rëgoj edhe njëherë para popullit shqiptar se çfarë debili ka Shqipëria për president, çfarë zgjidhje ka për kryeministër, ka bë dhe një gjë tjetër akoma dhe më të madhe. Sot, me njëherë, të gjithë ata bashkit ku ka urdhëruar ky zgjedhje kryeministri i Shqipërisë, ku ka fut hunët ky në mutin që si ta kanë kë klyshkurve, edhe ka shpall zgjedhje të reja me njëherë. Të gjitha të duhet të apelojnë të hapin çështjen, jo të apelojnë të hapin padin, të bin padit në gjykatën kushtetuese. Presidenti thonë, është bën një gjë përvoja në bazë të kësaj, kur është marrë një vendim nga gjykata, edhe në bazë të këtij vendimi, nëse është një akt tjetër, një lloj të merret i njëjti vendim. President, kjo quhet president. Presidenti është tashti Merian Veliajn, që nuk ka të drejtë qeveria shtetërore me lafëm, edhe kryeministri nuk ka të drejtë të fusë hunët në pushtetin vendor, edhe jo është rëzu këti debilit, këti idiotit, këti mumjes, këti mudit që matë për presidenti jonë, jo është rëzu dekreti dhe është shpall që është antikonstituse, s'me vesh nga konstituse, se kështu është ka fusin legen maskarej si vetja vetë në kryet qeveris. Ta shti, me njëherë, të gjithë ato në për Shkodër, në Vlorë, ku do që ka heq kë klyshkurve, kë zgjebe, që s'ka mundësi të heqi, që edhe i ka heq këta kryetarët e bashkive, që i heq vetëm Vlora, që i heq vetëm Shkodra, vetëm Tirana, që i ka heq kë me urdhër nga lartë, ku do që janë shpall zgjedhje të parakoshme me dekret qeveritar, të gjitha ata duhet me njëherë tashti të vinë gjykatën apelit, të shkojnë gjykatën kushtetuese, edhe të kundërshtojnë këta, të hapin padin, që të pezullohen këta, që të forsohet ai pushteti vendor. Kjo do të trokitet nga Bashkimi Evropian, kjo është drejta, ndarja e pushtetit vendor nga pushteti qendror. Ato e din që ne kemi kriminal, e kemi zgjebe, e kemi idiot në kryet qeveris, por të paktën të dëshmojmë që gjykatët po bëjnë një hap përpara, edhe në bazë të vendimeve të gjykatëve po forcojmë pushtetin vendor. Kjo është një nga gurët themeltar të demokracisë, pra ne jemi të denjë këtu, nuk është të keqe për Shqipërinë. Kjo është e mirë që ekspozon këta mundët që kemi ne në qeveri, ne nuk na nga delson hyrje në Evropë, por do ta shpejtoj kjo. Kjo është një sukses i madh për Shqipërinë, që gjykata kushtetuese për herë të parë ka pas guximin të thotë ti ndal bek se ka hendek. Pra dhe një herë, unë pres, uroj, shpresoj të kisha mundësin të njoh, të inkurajoj të gjithë ata që janë shkarku nga bashkit vendore, prej këtij Edi Ramës, edhe kudo që janë shpall, janë dekretu zgjedhjet e reja nga ky zgjedhje nga Begaj, me njëherë të shkojnë, të hapin padi, të pezullojnë këta, edhe mos ketë të zgjedhje. Nuk mundet qeveria vendore dhe kryeministri të urdhëroj zgjedhjet vendore, edhe të urdhëroj me dekret nga lartë, edhe ky klyshi tjetër, ky spurdhjaku, ky vemja, ti dekretoj ky presidenti që s'njeh kushtetutën, jam i sigurt që këti as gruaja vet rrezik nuk e jep këti klysh kurve, këti Begajt, këti mutit, këti idiotit që është president, që është turp, ta quaj për president, kemi president, kemi një hale, kemi një lëshërik, ku se me këburet ja fusi vetës në kohë ky idiot, ky psikopat. Nese, por duhet me njëherë kryetarët e bashkive të shkarkume të hapin çështjen, të pezullojnë zgjedhjet me çdo kusht,
edhe t'i tërgojmë këti klyshit sa i blen lëkura. Kurse atë zgjebën, atë monstrën, atë rëspien, atë kurvë në balukëve, kur do t'a shofim sa më parë në spak të arrestum, se në mydhen kurvët o shronjësat që i vjedhin pensionistëve. 2 lekë që s'kan buk që të shojnë të hapin llogari bankare me miliona dollar në përbot, klyshët e kurvëve, sa më gjoka ju përshnet me i qeshok.